Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, shqiptarët, bashkëdhetarët këtu, sidomos aktivistët e luftës së Kosovës, aktivistët për të ndihmuar Kosovën në rrugën e demokratizimit të saj, të krijimit të shtetësisë Kosovës, si miku jon të cilin e shpeshherë kemi sjell në televizionin ton, zoti Agim Aliçkaj, drejtor organizativ i Ligës Qytetare Shqiptaro-Amerikane. Kemi shqetësimin e brendshëm, si të gjithë bashkëdhetarët, për mbarvajtjen e demokracisë dhe të krijimit të shtetësisë së Kosovës. Do analizojmë sot me mikun ton Agim Aliçkaj pikërisht ngjarjet e fundit në Kosovë, nëse mund të quhen ngjarje. Edhe kush mund të jenë fajtorët që Kosova ende nuk po krijon një shtetësi të qëndrueshme të mirëfillt. Zoti Agim, mirë se erdhët. Mirë se ju gjeta, zoti Rafael. Atëherë të futemi direkt në temë. Kryeministri Kurti bëri takime me dy partitë kryesore opozitare, LDK-n dhe PDK-n, për t'u krijuar atyre mundësi që të krijojë një kandidat i cili mund të jetë i bipartisan, si mund i thonë këtu në Amerikë, që të plotësoj kushtet që të votohet nga gjithë forcat politike dhe ende nuk arritën të zgjejnë një kandidat apo një person i cili mund të shërbej si president i Kosovës, duke dëmtuar kështu shtetësinë e Kosovës. Si analizoni këtë, mund duket si luftë politike që vazhdon edhe për postin e presidentit apo /presidentes? Patjetër që është luftë politike. Mirë po, edhe lufta politike i ka kushtet e veta, i ka kufit e vet. Ta them drejtën, partitë politike në Kosovë, edhe delegatët e të kuvendit, sepse ata janë përfaqësuesit e tyre të zgjedhur nga populli, e kanë kalu çdo kufi, e kanë tepruar, janë kaluar me fatin e popullit të Kosovës, jo vetëm Kosovës, po edhe të marr kombit. Një gjë shumë e thjeshtë, zgjedhja e presidentit, që duhet të ishte i thjeshtë, është politizuar në atë mas, saqë ka bjen në pyetje funksionimin e shtetit. Që u bë që një vit e mas gati 2 vite që kanë filluar këto probleme të bllokadave të ndryshme, mos funksionimin, mos zgjedhjen e parlamentit, edhe pse zgjedhjet në përgjithësi kanë kaluar gjitha mirë, por nga rezultati i tyre, partitë politike dhe përfaqësuesit e tyre janë duke shfrytzuar situatën që ta komplikojnë, për arsye se janë të pakënaqur me rezultatin e zgjedhjeve. Unë në këtë moment kuptohet që gjithmonë kur ka kësi komplikime edhe problemet mëdha politike, që çdo kush i ka interesat e veta, fajtorin mund ta gjesh nga çdo anë. Mirë po, unë faktet flasin, edhe unë flas në bazë të fakteve që unë i shoh, tregojnë se fajtor kryesor për këtë problem të krijuar është opozita, e cila ende prej humbjeve të vitit 2020 nuk e ka marrë veten, e ka zgjedhur një rrugë të gabueshme, jo rrugën e depozitës konstruktive, por rrugën e një opozite e cila dëshiron ta fiton pushtetin në mënyrë të keqe, me keq veprime, me bllokime, me sharje, me fyrje, pa kur një propozim konkret. Prandaj edhe kjo zgjedhja e presidentit është duke shfrytzuar, sepse opozita po supozon, se nuk e ka bind as veten që i ka humbur zgjedhjet, edhe po reklamon, edhe po deklaron vërtet se presidenti duhet t'i takoj atyre. S'është të vërtet. Presidenti duhet t'i takoj popullit shumicë. Është të vërtet që duhet t'jetë unifikues. Edhe është mirë që t'jesë mos t'jeti partive, por jo, kurse si nuk bën me qenë partive opozitare, sepse votat populli ja ka dhënë partisë kryeministit Kurti, koalicionit të tij, të vetëvendosjes të Guzo, Alternativa dhe Partisë Demokristjane. Po shihet ditëve të fundit, sidomos ditëve të fundit, sepse tash kanë vetë 2-3 ditë me afatin e shtesë kushtetues, kryeministi Kurti
ju ofroj gjitha mundësit opozitës, dilet nga këngër, që ata të bëhen pjesë e këtij zgjedhjes së presidentit dhe të vazhdohet përpara me funksionimin e me ndërtimin e shtetit. Por ata as nuk propozojnë asgjë, as nuk pranojnë asgjë. Vetëm bojkotojnë, bllokojnë, se bëjmë këto, jo Kurti ka për interesa, por normal që edhe Kurti ka interesat e veta. Çdo kush i ka interesat politike. Por pyetja është, kush po i qet interesat e personale edhe interesat partijake mbi interesat e shtetit. Ta them drejtin, është populli, normalisht që kom kontakte me gjitha dhe me kom shokë edhe në gjitha partitë edhe në opozitë edhe kudo, por sidomos mund të flas për intelektual të pavarur, njerëz të cilët nuk i takojnë asnjë partije, ata janë aq dëshpëruar me gjitha çka ka ndodhur, sidomos ta mujtë e fundit, saqë shumë prej tyre thonë se as që do të konsiderojnë me marr pjesë në zgjedhjen të ardhmen, apo do t'i bojkotojnë zgjedhjet, apo ndoshta unë mendoj megjithatë tuaj pas se fajtorët kryesor do të dalë çu po shihet për kësaj situate opozita, ka krijuar nevoja që më të vërtet të jepet një fuqi absolute kryeministit Kurti, edhe pse ekziston frika e autokracisë, por ajo është më e lehtë se sa tollovia që është krijuar në Kosovë. A ka në një rrugë e cila mund të ishte kushtetuese përveç rishpalljes së zgjedhjeve, që do t'ishte sipas meje riciklimi i krizës, nuk do zgjidhte asgjë. A ka në një rrugë të mesme, përveç ndoshta këtyre në thonjza pasarllëqeve për t'i dhënë dikujt postin e presidentit? Po, rruga logjike do t'ishte që mos të propozohet as një kandidat nga partia shumicë që e fituese e zgjedhjeve, por as nga opozita, do të thonë një kandidat i pavarur, një kandidat i aftë, i cili nuk ka anime politike, ka qenë i pavarur, ka marrë pjesë ndoshta në funksione të ndryshme, në punë të ndryshme profesionale, komunikim me komunitetin ndërkombëtar, në një person që i ka aftësitë e caktuara për këtë pozitë, se edhe s'bën edhe gjithkusht merret vetëm se me marr dikon vetëm ka. Duhet ta marrësh si president i cili mundet me të përfaqësu. Edhe pra që t'jetë i panshëm. Dhe normalisht që të merret pjesë në sallë, të kandidohet, dhe këta deputet e partive opozitare mos ta lëshojnë vendpunimin e tikin nga përgjegjësia e tyre për të votuar për ta zhvilluar demokracinë, por qëndrojnë sallë edhe shumica do ta fiton votën. Kjo është zgjidhja. Edhe pash mbram që kryeministri Kurti, ose sot mëngjes nuk kemi sigurt, e fundit që dha ofertën ju tha, "Okej, zgjedhni ju 3 kandidat pavarur që janë partijat, propozoni edhe unë do t'ja jap votat që ju t'i nominoni edhe t'i zgjedhim të ecim përpara." As ashtu s'doj. Jo ka kombinime, makinacione, kryeministri Kurti ka interesa. S'ka ka rëndësi çfarë interesa ka kryeministri Kurti. Ajo ka të thotë hapur. Zgjedhni ju, propozoni ju, e zgjedhim bashkë, po propozoni ju kandidatin e pavarur dhe unë po ja votoj. Ç'a duhen më shumë këta? Po jo, këta janë të interesuar që të shkohet në zgjedhje me shpresa që Kurti është dobësue për shkak se që pat mosmarrëveshje dhe përqamjen me presidentën Osmani, meni aty në që ai ka më rënë vota, pastaj ata kanë më ardhur në shprehje, me bë kombinime me lista srpskën, me bë shumicën, ato populli shqiptar nuk e han më kot, ka përfunduar përgjithmonë. Prandaj opozita nuk e di çush nuk e kanë qartë. Si në asnjë variant nuk ekziston shansa as më e vogël që edhe nëse shkohet në 100 palë zgjedhje, ata nuk do të mrin ta krijojnë shumicën. Okej, unë kam një pyetje disi të veçantë, ndoshta po mua më lindë drejta për çdo lloj pyetje. Ju si ligë qytetare shqiptare amerikane, a keni menduar ndoshta kja sugjeronit një kandidat të tillë të gjithë forcave politike?
Po ne kemi menduar, por ne e kemi kuptuar edhe kemi biseduar njëri me tjetrin, e kemi kuptuar se nuk është mbytyje kandidati. Mundesh në këtë moment edhe vetë zotin e madh me propozizu për kryetar edhe opozita, kryetar të Kosovës se opozita nuk dëshiron ta voton. Sepse nuk janë qëllimet e daljes nga kriza. Opozita është interesuar të krijojë të vazhdoj kriza. Ata kjo është mendimi imi, por me qenë se ata nuk po arrin në asnjë mënyrë që ta marrin pushtetin me mënyrë të rregullt, me vota, në mënyrë demokratike, me propozime konkrete, me qëndrime që me përfitu votën e popullin e të pavarurit e gjitha, ata kanë zgjedhur rrugën që dojnë ta bllokojnë Kosovën, ta bojkotojnë deri në atë mas, të bëhet rrëmuj Kosova, deri në atë mas, saqë të kërkohet ndërhyrje nga komuniteti ndërkombëtar, të delet me ndonjë propozim që për ndonjë qeveri teknike, unike, që mundesh me si të dush, Kurti do ta humte pushtetin. Prandaj kjo është një lloj puçi i qetë, si i thonë. Do të thonë, nuk janë të interesuar për me zgjedh problem, edhe pse nuk i kanë fitu votat, edhe të shkohet në vota tjera, në mënyrë që të punojnë, që në të ardhmen të fitojnë votën e popullit. Po dojnë ta prishin shtetin, ta dobësojnë shtetin, ta sakatojnë shtetin, që ta fajsojnë kryeministrin Kurti, edhe më shpresë se Kurti eliminohet nga jeta politike, që nuk mundet më ndodh kohë. Nëse do vazhdohet kjo krizë politike pa dëshirueshme nga gjithë ne, nga çdo shqiptar, a ekziston mundësia, siç është bërë edhe më parë, që na jepet ndonjë emër nga ambasada amerikane për president, sepse tashi shqiptarët po tregojnë që s'kan fuqi për të marrë vesh me njëri tjetrin? Po, ta them drejtën, realisht ajo nuk tregon demokraci, as nuk është mënyrë e funksionimit të një shteti, por kjo po e vërteton, do të thonë nëse nuk arrihet në asnjë mënyrë, po zonë që edhe do të shkohet në këto zgjedhje tjera. Edhe në këto zgjedhje treja, prapë se prapë pak a shumë votat ka me qenë aty, a kupton? Edhe prapë se prapë nuk mund të zgjidhet presidenti, atëherë normalisht me siguri që një propozim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndonjë emri që është i paanshëm, që është i paanshëm dhe i ka vlerat e veta, ndoshta edhe do të merret parasysh, megjithatë se po tash është pyetje, ai konvenon partisë më të madhe, e cila i ka fituar votat. Me 51% do duhet ta bënte presidentin pa pikë problemi. Atëherë, sipas jush, cilat janë motivet e këtyre partive opozitare që nuk pranojnë një kompromis, madje aq hapur, zgjidhni 3 kandidatë dhe hajde zgjedhim njërin ta votojmë bashkë. Kjo është një ofertë maksimale, nuk mund ta fajsosh Kurtin për këtë ofertë madje. Po, se unë thash pak a shumë pare, po kjo është pasia atyre ta marrin pushtetin në mënyrë demokratike dhe dëshira atyre që Kosova të bëhet lëmsh dhe të merret pushteti në mënyrë jo demokratike. O të videt e ajo që të krijohet një shtet i pa aftë për të menaxhuar në mënyrë demokratike dhe të kërkohet në një ndërhyrje ku ata do ta gjenin veten në pushtet, edhe ku do të iknin përgjegjësive të tyre të kaluara, pasurisë pa arsytuar shumë gjëra tjera. Se këtu ka shumë arsye pse ata dëshirojnë që mos funksionojë shteti si duhet, sepse një pjesë e tyre do të përballen edhe me ligjin për shkak të veprimeve të tyre korruptive në të kaluarën. Mundet që, për shembull, partia LDK-ja të ketë probleme lidhjesh me oligarkët, probleme që mund të dalin marrëveshje korruptive në pa e të dëmtohen edhe si parti, edhe nga ana tjetër, PDK-ja ndoshta pret një zgjidhje ne urojmë që të lirohen drejtuesit e UÇK-s, presin ndoshta një diçka të tillë për të qenë të pranishëm që ndoshta ja u lirua Thaçit të rivendosim Thaçin president. Apo si mendoni ti ju, kanë vend këto që thashun?
Po, këta i kanë ato shpresa, po unë mendoj se janë shpresat kota, atë parasysh se e vërteta është se LDK-ja është e varur nga oligarkët. Këtu tash unë nuk kam fakte konkrete, sepse ti për më pas fakte konkrete, mirë po shihet se ka varësi nga oligarkët dhe ne i dimë me emër me mbiemër kush janë ata. Ajo është një prej problemeve të LDK-s. Problemi i dytë të LDK-s është edhe përçamja në mes tyre. Ata janë zvoglu, zotë Rafael. Ata janë ka humbin non-stop, ata do të humbin edhe ma shumë, por a di si është puna interesant është puna e njerëzve që udhëheqin. Kur marrin karriken, dëshirojnë ta mbajnë edhe nëse ju mbetin vetëm 3 përkrahës. Nëse partinë shndrojnë në 3 veta, ata prapë ju konvenojnë të rrinë karrike. Unë se kuptoj zotin Abdi Xhiko, ai non-stop është duke humbur, edhe vazhdon me këtë njëjtin avaz, njëjtin mënyrë të bojkotimit të bllokimit të shtetit. Kjo është sa i përket LDK-s. Sa i përket PDK-s, ta them, edhe në LDK, jo vetëm unë, po populli, mbar populli, edhe intelektual të pavarur, gjithë kemi ndjenja të posaçme për LDK-n si lëvizje që ka qenë lëvizje gjithë popullore udhëhequr nga i madhi presidenti Ibrahim Rugova. Mirëpo, punët e tyre tashin bo as të këqija, sa që ato tash po duhet të jenë marsh, ata nuk po e përfaqësojnë mo idenë e presidentit Rugova. Njëjta gjë për partinë PDK-n, e cila në një mënyrë është kriju prej shumë luftarëve dhe ne të gjithë përulemi para luftarëve të lirisë, ata janë bitë gjitha, por që nuk do të thotë që nëse dikush ka luftu, që tash ka drejt të dhoj me shtet çka don të bën edhe pazare. Nuk ka drejt, jo. Sepse atër shkon lufta kot. Këta ato shpresa që ti përmende që lirohet Zoti Thaçi nga Haga janë të kota, sepse dëgjoj, Zoti Thaçi maksimumin që mundet me mri, unë shpresoj që lirohet. Për arsye se gjykata e Hagës është treguar shumë e padrejtë, është e njanshme, edhe shpresoj që lirohet nga Haga. Mirë po, nuk ka përkraja, e njëjtën përkraje ka. Përkrasit e PDK-s janë përkrasit e PDK. Që ka vje puna, këta militantët partijak po grumbullohen në rreth partisë. Por, të 3 partit, gjithë janë ka i humbin në votues të pavarur. Ata janë një shumicë e madhe, bile unë mendoj se rezultatin e zgjedhjeve e vendosin votues të pavarur të Kosovës. Janë një shumë e madhe. Për shembull, një person edhe ju e njihni, mu do më pëlqente të ishte presidenti i ardhshëm, ky është spekulim, po të thosha, zoti Faton Bislimi, a mundet? Dëgjoj, s'kemi çka me bisedu zoti Rafael për emra. Kemi Kosova ka plot, djem taftë, të ngritur, të shkollume, unë po takoj për çdo ditë, edhe në aktivitetet mia, por edhe në biznisin tim, edhe në komunikim, ne kemi kuadra nga gjitha anët që mund ta kryejmë këtë punë me nder, me përkushtim e me rezultate të jashtëzakonshme. Nuk kanë pyetje për një emër një personi. Nuk kanë pyetje në asnjë mënyrë. Kjo po tregon kur kryeministri Kurti ju thot aty në blanko, propozoni vet, as po ja cakton ky, as propozoni vet, vetëm kushti vetëm është që të jenë personalitetet të pavarur dhe të afta për mi kry punën. Ata s'janë gjendje ta propozojnë asnjë. Lutem, prandaj emrat nuk quhen pesh, unë thash edhe përpara dhe po përsëris. Edhe zotin me propozue kryeministri Kurti për president çet moment deri sot po flas, nuk di çka kam, ndoshta gjatë natës e ndrojnë mendën edhe zgjohen nga gjumi. Këta i ka kap një amulli këto partitë opozitare. I ka kap një amulli fatkeqësisht e errët. Edhe ata s'kan ka din me dalë për një labirinti që janë fut. Prandaj nuk bëhet fjalë për emra, bëhet fjalë për qëndrime, për synime, për interesa personale partijake. Zotë Hakim, është kjo pyetja tjetër, është krejtësisht ndryshe, nuk ka lidhje me këtë çështje. Ka lidhje me një lajm që pash, që ju jeni edhe drejtuesi një agjencie udhëtimi. Unë dëgjova sikur po punohet për të krijuar një lidhje direkte midis New Yorkut edhe Prishtinës, një linjë avionash.
Sa jeni ju në brendësi të kësaj çështje? Sepse ju intereson si biznes. Jam, është një proces, nuk është i lehtë. Mirë po, ka pas kësi tendenca dhe më para. Mirë po, para disa ditësh, kryeministri Kurti dha një deklaratë që është interesum të bashkëpunoj me udhëheqësit e Turqisë, të fillu prej kryeministrit turk dhe të krijohet një lidhje tillë. Do me thonë, do të ketë edhe një përkraje shtetërore nga dy anë që të krijohet. Një kombinim i tillë është i mundur, edhe mund të realizohet. Unë dje isha në takim me përfaqësuesit të Turkish Airlines dhe ata janë të interesuar në këtë drejtim. Sa do të arrijnë që sepse këtu ka logjistik shumë të madhe, zoti Rafael. Edhe aeroporti i Prishtinës i plotson kushtet. Vetëm duhet të shihet edhe interesi i Turkish Airlines, që ata ta shohin si një destinacion profitabil për fluturim të non-stop, kupton. Unë e pash një interesim, është në gjallë ky propozim që ka qenë edhe më herët, dhe unë mendoj se në javët e ardhshme do të zhvillohet një dinamik më e madhe në këtë drejtim, edhe unë ka shpresoj që do të realizohet, sepse do të mundson të shumë që njerëzit tanë të utojnë non-stop, sepse gjithmonë me këto ndalesa, me ndërpremje, me bonesa, me kështu, dhe do të ishte një fatbarsi për udhëtimin e popullit tonë, sepse ne duam vendlindje të udhtojmë shumë. Dhe Kosova mund t'i lidhë, ta them drejtën, të përfshi Shkupin, pjesën e Preshevës, Bujanosit, Medvegjes, Sanxhakun, edhe shqiptarët e Malit Zi mundën me fluturu në Kosovë, jo, s'ka nevojë me fluturu nga Serbia. Pastaj edhe nga Tirana, edhe pse është pak më larg, po ja vlen për një arsye, për arsye se nëse ti ke një fluturim që shkon direkt, pa u ndalë, e ki ma letë se sa të ndalës 3-4 orë, 5-6 orë dikon, edhe pse ndoshta do duhesh ta marrësh një veturë dhe për 2-3 orë vozitje të utojsh prej Prishtinë në Tiranë. Unë mendoj se është një projekt i mundshëm, edhe është një aktivitet që ka filluar që para disa ditëve me deklaratën e Kurtit, edhe shpresoj që realizohet. Nga ana tjetër dhe Shqipëria po përpiqet të bëjë një linjë direkte, thanë që nga fundi i vitit, nuk e di është në realizim e sipër, po kanë filluar, po unë e di që nga Toronto ekziston një lidhje direkte për Tiranë. Nga Toronto? Po jo nga New Yorku, nga Amerika. Nga Kanada po, ka filluar. Ne veç kemi filluar të shesim bileta për qershor, korrikosh. Por është pak larg për udhëtar tanë të New Yorkut. Jo, po ja edhe këtu nga Michigani do një 3 orë pa udhëtim 4 orë me makinë për të shkuar në Toronto. Edhe duhet me kalu kufinin e qapëdionë, po me gjithate ekziston ajo lidhje. Ka filluar. Pra ju e vlerësoni këtë si diçka në drejtimin e dur, se kryeministri Kurti evidenton të edhe faktin që krijon lidhje me diasporën shqiptare nga Kosova, që është pjesë aktive e diasporës. Përfitimet e një lidhje tillë janë të shumë fishta, zoti Rafael. Prandaj unë mendoj se Kurti ka tregon mençuri, sepse tash në mandatin tjetër shpresoj që zgjidhet presidenti dhe nuk do të kemi kësi problemesh, po nga kryeministri Kurti në mandatin tjetër presim më shumë koncentrim rreth zhvillimit ekonomik, zhvillimit social, spitaleve, të edukimit, shkollave, sepse në mandatin e parë në luftë me Serbinë të përditshme, nuk ka qenë lehtë që të koncentrohet edhe në problemet e brendshme. Mirë po edhe në problemet brendshme ata kanë rezultatet e veta. Unë gjithmonë opozita tenton të mohojë ato arritjet, por ka arritje edhe në brendshme, por megjithatë presim më shumë. Megjithatë flitet për ta mbyllur, pyetja e fundit ka të bëjë me mundësinë e takimit në maj midis Vučićit dhe Kurtit. A është e mundshme dhe çfarë duhet paraqes Kosova si kërkesa ndaj Serbisë? Përbes, Rafael, unë e di që për shkak të komunitetit ndërkombëtar, edhe për shkak të asaj të ndihmës tyre, për shkak të fillu prej bombardimeve të NATO-s e gjitha, edhe është gjë normale që një shtet
të ketë marrëdhënie ndërkombëtare të mira, edhe të bashkëpunojë me ndërkombëtarët. Mirë po. Unë mendoj se bisedimet për këtë arsye, për hatër të ndërkombëtarëve, ne duhet bisedojmë me Serbi. Por mos presim asgjë. Asnjë gjë të mirë nga bisedimet me Serbinë s'ka. Unë do të dëshiroja që Kurti, nëse është të arsyeshme, nëse forcohet me prezidentën me këto kushte që i ka paraqit më përpara, mos ti anashkaloj, po ti mbaj. Domethënë, minimumi është dorëzimi i Radojčićit. Nëse nuk dorëzohet Radojčići, i cili e ka sulmu shtetin tonë, ajo ka qenë përpjekja e fundit e Vučićit ta marrë me forcë Kosovën. Atëherë çka keme bisedu me Serbinë ti? A kupton? Pastaj është kushti tjetër, nëse ajo e mohon marrëveshjen e Ohrit, edhe pse ajo marrëveshje ka dhe gjëra që janë fort mira për neve, po shumica gjërat kryesore janë të mira, sepse aty parashihet që mos përzierja, po mendoj mos cënimi i kufive, janë nga organizatat ndërkombëtare, shumë gjëra të mira, të cilat ekziston një frikë për këtë asociacionin, por nëse ti e përforcon shtetin, atëherë edhe ndonjë asociacion që është në formë të OÇJ-ve, ku mundën më bë bashkë komunat edhe diskutojnë, po jo me asë ingerenca të pavarësisë të ushtrisë ato gjëra, nuk vjen konsiderim ai kur. Ore, si e shpjegoni faktin që Vučići po tregohet sikur do sulmohet nga Kroacia, nga Shqipëria, nga Kosova, duhet të forcohet ushtarakisht se ka mundësi. Si e shpjegoni këtë lojë? Vučići është rëndësi më i madh i shtetit më të madh rëndësën në botë. Edhe nuk ka popull në botë që mundet me imitu viktimen më shumë se sa Serb. Ata e vrajnë fëmijën, e vrajnë një fëmijë 12 vjeçar ose 5 vjeçar, edhe e paraqesin se janë konë të rrezikume, e kanë pas jetën e rrezikume nga e fëmijë, sepse ai fëmijë ka qenë terrorist. Apo potencialisht do të bëhet terrorist dhe do të vresë të Serb. Dëgjo, ky është populli i çuditshëm, Vučići është njëri i sëmur. Edhe populli serb jo të gjithë, ka njerëz të mirë në Serbi, po është popull psikikisht i sëmur me shumicë. Ata besojnë ato. Edhe ky viktimizim i Vučićit, nuk bota e din. Na e din, gjithë e din që ajo është duke gënjur, është një viktimizim i fake, i rrejshëm. Të gjithë e din. Sepse Kroacia, Bosnia, Kosova, këto kanë marrëdhënie për mbrojtje. Jo me sulmu Serbinas, nuk do ta sulmojnë edhe 1000 vjet, por do të mbrohen. Mirë po ai më shumë unë mendoj se ka për interesat e brendshme. Ta frikson popullin, se vetëm në mënyrë që rrin pushtet është që ta frikson popullin të thotë, hey, dëgjoj, ne duhet bëjmë kështu, duhet me majt mua se unë jam ka mbrojtë Serbinë për arsye se shihni çka ka bën Kroacia, Kosova, Shqipëria, Bosnia kundër neve, edhe domethënë e paraqet Serbinë si viktimë dhe të rrezikume që atij t'i vazhdohet jeta politike. Ky është një njeri jashtëzakonisht i prisht, të fillu nga lufta, dëgja nuk janë kota ato lajmet se do të del herë do kur që ai ka marrë pjesë në atë safari, vrasjet të fëmijëve me snajpera në Sarajevo. Unë mendoj shumë me plot seriozitet po them se ky ka qenë pjesëmarrës në ato vrasje. Prandaj ky është një kriminal, një rëndës dhe një njeri që ka mbijeton me gënjeshtra. Zoti Agim, si gjithmonë ju faleminderit për këtë bisedë mjaft interesante. Ne trajtuam aspekte të ndryshme që nga politika e brendshme, divergjencat për presidentin deri tek fluturimet e ardhshme midis Shteteve të Bashkuar dhe urojmë që të realizohen, por folëm dhe për politikën e viktimizimit të Serbisë që ka qenë historikisht që nga ajo luftat e mesjetës. Ju faleminderit. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i tham fund emisionit tonë Argument, do të takojmë në emisionet të tjera. Miru takofshim.